qysh nga ato çfarë na jep kompetencë ligji tha zonja Ibrahimi, sidomos nga rekrutimi nga masa disiplinore dhe deri në masat ndëshkuese, që do ketë drejtësi në kuptimin që çdo rekrutim, zoti kryeminist, që do jetë pranë trupës inspektues të Shqipërisë, do ta ketë shansit zero, qoftë një inspektor që do të, më falni për termin, që do të paguaj, apo do të shkoj te miku, apo do të shkoj tek mua, apo tek një person tjetër, që do futen në punë nëpërmjet rishfetit. Zero. Këtë kemi në dorë ne. Kurse problematika tjera kuptohet që janë më të gjëra dhe nuk do se do të zhdukim, por do t'i përmirësojmë dukshëm. Drejtësi dhe drejtësi do të ketë zoti kryeminist. Drejtësi në raport nga muaji i pari me kryespektorët me varësitë e tyre dhe deri tek inspektori i fundit. Dhe do të krijojmë një frym mjaft pozitive për biznesin dhe sfida që na ka vënë përballë zoti kryeminist është digitalizimi i sistemit dhe ndërtimi një sistemi dhe jo në kuturu të shkors ose çka pa shkuar më përpara, vite më përpara që është përmirësuar, po që do të përmirësohet përfundimisht tek një bizneset në pëlqimin e një fytyre të një biznesi apo të një mënyre tjetër, por në saj të indikatorëve të rrezikut, të ndërtimit të një sistemi që të parandalimit dhe në mbrojtje të interesit të lartë publik në çdo moment. Ligji na ka përcaktuar edhe inspektimet e planifikuara, por na ka lënë dhe hapësirën e emergjencës, të çastit që në mbrojtje të interesit të fortë publik të një momenti të cilët sjell dëm të madh, të rënd të interesit publik, do duhet që inspektoratet të jenë vigjilent në përmbushjet të këtij detyrimi që mos të ndodhi që të vi dëmi pastaj të interesit publik. Janë shumë gjëra që ne zoti kryeminist do t'i diskutojmë në çdo moment me të gjithë trupën inspektuese dhe po ju bëjmë dije zoti kryeminist, ashtu siç unë me të gjithë kërkesat të ligjit nga i parë që u rekrutova në bazë të një konkurrimi dhe të një emërimi, nga i parë deri te fundit ne do të fillojmë dhe një moment të afërm që të verifikojmë për çdo inspektor të Republikës së Shqipërisë që do duhet të jetë në pozicionin e duhur, kualifikimin e duhur dhe si në ndeshje të ligjit, pra që po themi që unë jam jurist apo një person tjetër është një profesion i caktuar, do duhet që patjetër që të vë tek mjekësia të jetë doktori, mos jetë, më falin, pa më keq kuptuar, agronomi. Pra, ai ke bimet, ai te veterinaria, do të shikojmë që të përmirësojmë dukshëm gjithçka. Dhe një herë më falni që u zgjata shumë, por ishte një moment që do duhej të thuaj dy fjalë, por ju falenderoj për besë.